Shqipia, nga dokumentat rezulton se prona ishte blokuar nga ASHK-ja për munges dokumentacioni si raporti vlerësimit dhe kontratat e shitjes. Dhe për rreth 3 vite që nga blerja rezulton e tillë. Për t'ja u thjeshtuar pak që në fillim, se nuk mund t'imagjinoni. Toka nuk ka shic. Po, toka nuk ka shic. Nuk ka, unë e kuptoj, se ju thoni si ka mundësi. Në rubrikën e kolonel Buendias të Garcia Marquesit funksionon vetëm fantazia. Pra kjo është e vërteta. Toka nuk ka shic. Kjo është shteti i Edi Ramës, i narkoshteti i Edi Ramës. Pra, por Isa Aliu është kujtuar të çojë një kërkesë në ASHK për heqjen e kufizimeve në fund të vitit 24. Prisni. Pra, ASHK-ja e ka blokuar sepse s'ka shic. Dhe këtë Isa Aliu, alias Isa Rama, e kërkon pas 2 vitesh apo 3 vite, në fali sa ishte, kërkon heqjen e kufizimeve në fund të vitit